tjetra. Për Gazmend Shalën, problemi nuk është vetëm një shtyllë elektrike vendosur në mes të oborit. Është një histori që zgjat tash e 3 vjet, ku ankesat janë përsëritur më shpesh se sa zgjidhjet. Madje, pas disa prishjeve në kabllot elektrike, familja thot se është rrezikuar edhe nga zjarri. Na po ankesë një 20 herë në komunë të keci, kur kush nuk përgjegjë të na. Kush nuk vjen, kush nuk shqyë, po 10 të mboja që ku e kini grumin ato, i ka ku telat, krejt e ka asus tuhen, rëzik e kje shumë rëzik. A shumë s'ko më qes, as pushimore, as më qes kur gjatë. Muni me vete e keci, u kon vjetë e ka shkym zjarin aty, në kon zjarë fiksat, në kon ato që i kena dhirë krejt. Fmija ku me dalë me lukë të pa pushimore, pa kur gjëheq. Drejtori i shërbimeve publike në Podujev, Bahri Selimi, thot se komuna nuk ka kompetencë për ta zhvendosur shtyllën, pasi përgjegjësia i takon Kecit. Kompania e kontraktuar për mirëmbajtjen dhe zhvendosjen e rrjetit elektrik. Problemi qëndron te Keci për shkak se vendosja e shtyllave elektrike në gjithë territorin e komunës Podujevës është projekt i Kecit. Unë di që Keci nuk e ka kryer komplet projektin, edhe ka disa vende ku nuk e ka bërë vendosjen e shtyllave, edhe nga oborët, edhe nga arat, nga fushat në cilat kanë qenë shtyllat, e tash si projekt është me vendos skaj rrugëve, edhe kjo është një problem që ende Keci nuk e ka zgjedhur në atë fshat. Për më shumë se 3 muaj, televizioni ynë ka kërkuar përgjigjen nga Kec, por pa rezultat, në mungesë të një reagimi dhe të një zgjidhjeje konkrete.